Mirë se erdhët Gafori, jam Diana nga Letra të Rëfejnë dhe do bëjmë leximin e radhës tuaj. Të dashur, kam letra që janë hapur është gjykimi, mbërtresha e kupës, asi i shkopive dhe kulla. Në pamje të përgjithshme është goxhani leximi fort të dashur Gafor, dhe shikoj që nuk do jetë një ardhme e butë apo një atë të ardhme të shpejtë, ta them kështu. Vjen pak me një zgjim, të shkund pakës, një vendim dhe prishjet e asaj që nuk qëndron më. Do thotë diçka do rënohet, që është dashur të rënohet. Kërkoj ndjesë. Pra një prishje që asaj që nuk qëndron më, nuk është ndëshkim, absolutisht, është pastrim, është një seleksionim që të heq çaju duhet, ças ju duhet, sikur kur pastrojmë general në shtëpi, kjo më duhet, kjo s'më duhet, kjo në atë kuptim, dhe do ndihesh pak sa ndoshta e tronditur në kuptimin e lodhur, për pak, por pas kësaj do marrësh frym lirshëm dhe sikur më në fund po ja dalë. Mbretëresha e kupës, të dashur, është një person që ndjen shumë. Shikoni, është duke bërë një formë rituali këtu, një lutje, manifestim. Pra, je një person që ndjen shumë, Gafor. Kupton shumë dhe shpesh merr mbi vete barë që nuk është e jotja. E ardhme kërkon të kuptosh një gjë brutalisht të vërtet. Empatia pa kufi të shkatron ngadalë. Kjo është, apo jo, fakt. Ndalo së shpëtuarit të gjithë, kujdesi për veten nuk është egoizëm, është mbijetesë. Dhe kjo këtu, përveç kësaj që pasqyron kjo letër, tregon thot kam ardhur për të ndihmuar të ndryshosh të ardhmen. Tani në kuptimin asaj, më dëgjoj me vëmendje, për të ndihmuar, jo për të ndryshuar për ju. Do thot, veprimet janë tuajat, por është një energji që do të ndryshojë një të ardhme. Një shkunde këtu që siç thash, gjykimi, thirrja që nuk mund ta injorosh më. Absolutisht, kjo është që po të flet një ndryshim në të ardhmen. Kjo letër tregon një moment të zgjimi, diçka që bëhet shumë e qartë. Një e vërtet, një vendim, një mjaft më, e ardhmja nuk të lejon të qëndrosh në gjysmë, apo në 2 karrige, apo me një gjysmë karrige, apo si do shtjesht. Brutalisht e vërtet, ta them, ose ndryshon tani, ose jeta ta imponon ndryshimin. Kjo është në dorën e juaj. Pra, praktikisht, përgjigju asaj që e di se duhet të bërë, edhe nëse të frikson. Çfarë do që është ndryshimi për ta bërë? Dhe asi i shpatës të dashur, e vërteta që pret të thuhet. Pra, një shkundje, një zgjim, një diçka që po ndodh, sikur pa pritur, pa kujtuar, që mund të jenë shumë gjëra. Fjalë të drejta, këtu vjen qartësia absolutisht, mendimi i kthjellët, vendime pa mjegull emocionale, por kjo letër kërkon guxim absolutisht të flasësh hapur, edhe kur e di që mund të prish qetësinë e dikujt, një qetësi false. Thuaj atë që e ke shtyr me qetësi, por pa e zbutur mesazhin, pa i vajtur rreth tenxherës, por drejt e në tenxhere. Do thotë kërkon sikur nga ju një të vërtet, apo do ta dëgjoni një të vërtet që do ju shkund paksa, ta them që mund të jetë absolutisht e dhimbshme, nuk do thot patjetër e dhimbshme në kuptimin që edhe pse ndoshta e dim nën vedia jon atë të vërtetë, por e anashkalojmë, dhe kjo ajo dhimbja që e kuptojmë në fund të vërtetën. Dhe kulla të dashur, kjo është letra që frikson. Por në këtë lexim është shpëtim të dashur Gafor. Diçka do shembet, siç e thash, një marrëdhënie, një situatë, një bindje, një rol që ke mbajtur shumë gjatë. Ajo që bie nuk ishte e qëndrueshme. Nëse themelet e forta nuk rrëzohen aq lehtë,
Do thot, ti vetëm e mbaje me forcë, me një qetësi false mbaje gjithë këtë në këmbë, një marrëdhënie pra, një situatë, një bindje tënde e mbaje sikur ishte e vërtet. Mos u kap pas rënojave, nga që kjo do rëzohet. Ajo që ndërtohet pas kësaj, do jetë e vërteta. E ardhmja jote të dashur gaforë nuk kërkon më sakrifica të heshtura, kërkon të zgjedhësh vetën, të flasësh qartë dhe të lejosh që ajo që s'funksionon të largohet, edhe nëse bën pak zhurmë, po të largohet, larg e sa më larg jush.